16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore ka nisur përmes një aktiviteti të organizuar nga Bashkia e Korçës së bashku me përfaqësues të disa institucioneve të tjera, si dhe me të rinj. Në zonën këmbësore të Korçës janë shpërndar për qytetarët materiale sensibilizuese kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Sipas koordinatores kundër dhunës në familje, Inelda Malka, rastet e dhunës me bazë gjinore janë më të pakta këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar. Janë 16 ditë ku ne do të realizojmë aktivitete të ndryshme, si në qytet, në shkolla dhe në njësitë administrative, gjithashtu dhe në disa fasoneri të qytetit. Ajo çka dua të theksoj është se ne si Drejtoria e Kujdesit Social realizojmë gjatë gjithë vitit aktivitete sensibilizuese, informuese dhe ndërgjegjësuese për luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Nëse ne bëjmë një krahasim nga viti i kaluar edhe për këtë vit, shohim që kemi një ulje të rasteve të dhunës dhe kjo vjen si pasojë e ndërgjegjësimeve dhe informimeve të shumta që ne kryejmë. Aktivitete të ndryshme do të realizohen përgjatë 16 ditëve duke u përmbyllur më 10 dhjetor, ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut.